i kishte thënë asaj se ti nuk guxon me u nda prej meje se ka me ta vra krejt familjen. Kishte kap gruan e tij për dorë, e kishte tërhequr zbar, e kishte futur atë brenda dhomës dhe kishte nisur ta qelloj atë me kablo të rrymës. Vajza e tyre kishte hyrë brenda dhomës dhe i kishte kërkuar babait të saj të ndaloj sepse po e mbyste nënën e saj. E kishte goditur atë me peshqir. Dilni nga lokali si u vras, keni afat derisa të shkani në shtëpi se si të shkani do t'ju vras. Ne dënoi atë me vetëm 154 ditë burgim dhe 800 euro gjop. Në prill të këtij viti, drejtësia kosovare zgjodhi të besojë fjalëve të një dhunuesi. Astrid Isufi, i dënuar për dhunë familje dhe kanosje, u trajtua nga gjykata si një njeri që kishte nevojë për rehabilitim e jo si një rrezik për jetën e të tjerëve. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi atë me vetëm 154 ditë burgim dhe 800 euro gjop, një dënim që gjykata apelit madje e zbuti edhe më tej, duke e kthyer në 3 muaj burgim. Në arsyetimin e saj, gjykata apelit shkroi se Isufi ishte mbajtës si familjes dhe se kishte shprehur pendim për veprën e bërë. Një pendim që sot tingëllon si talje pasi vetëm pak muaj më vonë i njëjti njeri dyshohet se i mori jetën 2 vëllezërve të bashkëshortës së tij para derës së shtëpisë së tyre në Gullobac të Malishevës. Astrid Isufi nuk ishte emër i panjohur për organet e rendit. Në prill të këtij viti, ai dhe familjari i tij P.I. ishin dënuar nga gjykata themelore e Prishtinës me vetëm 200 euro gjop secili pasi kishin kanosur familjarët e bashkëshortës së tij. Pasi mosmarrëveshje në lokal, Isufi u kishte thënë atyre me zë të lartë, dilni nga lokali si u vras, keni afat derisa të shkani në shtëpi se si të shkani do t'ju vras, ndërsa familjari i tij kishte shtuar dilni jashtë se ju vras. Në vend që të përballej me masa të ashpra për këto kërcënime, drejtësia kosovare u mjaftua me një gjop modeste. Në gjyq, të dy të akuzuarit premtuan se nuk do ta përsërisnin me veprën penale dhe gjykata u besoi atyre. Me 30 mars 2025, Astrid Isufi sipas docës së gjykatës rreth orës 6 të mëngjesit, përderisa gruaja e tij kishte përgatitur drekën e festës së Bajramit, ishte zgjuar nga gjumi, kishte thirrë gruan e tij dhe kishte goditur atë me peshqir në trup, duke i kërkuar të njëjtës që t'i zgjojë fëmijët e tyre nga gjumi. Gruaja kishte shkuar për të zgjuar fëmijët nga gjumi, por ata nuk kishin zgjuar dhe ishte kthyer sërish tek Astriti për t'ia treguar këtë situatë. Ai ishte nervozuar e më pas kishte nisur ta sulmojë atë me shuplak e me grushta në pjesë të ndryshme të fytyrës e të trupit. Disa orë më vonë, kur Astriti ishte kthyer në shtëpi nga vizita që kishte bërë tek familjarët për festën e Bajramit, kishte kërkuar ushqim, por gruaja e tij e kishte njoftuar se mungon një produkt ushqimor. Akta akuza thot se kur ai e kishte marrë vesh kët, i kishte marrë pjatat e ushqimit dhe i kishte gjuajtur ato në tokë. Me pas e kishte kap gruan e tij për dorë, e kishte tërhequr zvar, e kishte futur atë brenda dhomës dhe kishte nisur ta qelloj atë me kablo të rrymës në pjesë të ndryshme të trupit. Në ato momente, vajza e tyre kishte hyrë brenda dhomës dhe i kishte kërkuar babait të saj të ndaloj sepse po e mbyste nënën e saj. Ani pse kishte kërkesë nga vajza, akta akuza e prokurorisë thotë se Astrid Isufi nuk kishte ndalur derisa ishte dukur mjaftueshëm se ka rrahur dhe më pas e kishte larguar atë nga shtëpia. Por në të njëjtën ditë i kishte thënë asaj se ti nuk guxon me u nda prej meje se ka me ta vra krejt familjen, ka me u faru. Një paralajmërim i qartë i dokumentuar edhe në akt akuz, por për drejtsinë kosovare kjo nuk mjaftoi për të konsideruar si rrezik për jetën e të tjerëve. Kujtojmë se ditën e djeshme me 6 nëntor 2025 rreth orës 19:30 paradite në fshatin Gullobac të komunës së Malishevës ndodhi një vrasje e dyrfisht. Dyshohet se Astrid Isufi vrau 2 vëllezërit e bashkëshortës. Sipas policisë, ai fillimisht kishte hyrë në shtëpinë e tyre për të marrë bashkëshortën, por pas largimit ishte kthyer dhe kishte qelluar me armë para derës së shtëpisë 2 vëllezërit. Më pas ai ishte arratisur, ndërkaq sot në orët e para të mëngjesit është arrestuar nga policia e Kosovës dhe është duke u trajtuar në qendër klinike universitare pasi që është i plagosur.